Në arkivat sekrete të Ministrisë së Jashtme italiane, të mbyllura për publikun deri në vitin 2007, ekziston një dosje me kodin Albania, operacioni Aquila. Brenda kësaj dosjeje, hetuesit zbuluan një dokument që nuk duhej të ekzistonte kurrë, një marrëveshje personale midis Ahmet Zogut dhe Benito Mussolinit, nënshkruar në errësirën e natës së 8 shkurtit 1926. Në këtë dokument detajohen shuma të sakta në lira ar, kushtet sekrete të shlyerjes dhe diçka edhe më tronditëse, planet për transformimin gradual të Shqipërisë në një protektorat italian. Por çfarë e shtyu Ahmet Zogun, një burr që luftoi për pavarësinë e vendit të tij, të nënshkruajë një dokument të tillë? Sa para pikërisht mori nga Duçeja? Dhe më e rëndësishmja, çfarë premtoi të jepte në këmbim? Kur Ahmet Zogu u kthye në Shqipëri në dhjetor të vitit 1924, valixhet e tij nuk mbanin vetëm rroba personale. 3 arka të mbyllura me çelësa speciale, të shoqëruara nga oficer jugoslav, përmbaheshin shuma marramendëse ari dhe letra valute të huaja. Por edhe këto para nuk ishin të mjaftueshme për planet ambicioze të Zogut. Ai kishte nevojë për një gjë që vetëm një fuqi e madhe evropiane mund t'ia ofronte: njohje ndërkombëtare, mbështetje ushtarake dhe para, shumë para. Në ato ditë, Shqipëria ishte një vend i coptuar nga luftërat civile dhe konfliktet e brendshme. Qeveria e Zogut kontrollonte me zor kryeqytetin dhe disa qytete të tjera të mëdha, ndërsa malet e veriut dhe jugu i vendit ishin praktikisht të pavarur. Thesari shtetëror ishte bosh. Ushtria përbëhej nga pak mijëra trupa të këput organizuara, të armatosura me armë të vjetra osmane dhe austriake. Infrastruktura praktikisht nuk ekzistonte, rrugët ishin shtigje dhe që bëheshin të pakalueshme në dimër. Më 8 janar 1925, Zogu organizoi një takim të fshehtë në vilën e tij private në Durrës. Të pranishmit ishin vetëm 5 persona, vetë Zogu, ministri i tij i financave, një përkthyes italian dhe 2 diplomat nga ambasada italiane në Tiranë. Takimi zgjati 6 orë. Ato që u diskutuan aty do të përcaktonte fatin e Shqipërisë për 2 dekadat e ardhshme. Nuk u mbajt asnjë protokoll zyrtar. Asnjë stenograf nuk ishte i lejuar. Por një nga diplomatët italian, kundër urdhrave të eprorëve të tij, mbajti shënime personale të detajuara. Këto shënime, të zbuluara në vitin 1983 në shtëpinë e nipit të diplomatit në Milano, zbulojnë se Zogu kërkoi fillimisht një kredi prej 10 milion lirash ar. Italianët fillimisht qeshën. Një shumë e tillë ishte astronomike për një vend si Shqipëria, i cili nuk kishte asnjë mënyrë reale për ta kthyer. Por Zogu kishte përgatitur ofertën e tij me kujdes. Ai nuk po kërkonte një kredi të thjeshtë. Ai po ofronte diçka shumë më të vlefshme, qasje ekskluzive në ekonominë shqiptare për firmat italiane, koncesione për shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe më e rëndësishmja, pozicionim strategjik ushtarak përballë Jugosllavisë dhe Greqisë. Diplomatët italian raportuan menjëherë në Rom. Mussolini, i cili ishte ardhur në pushtet vetëm 2 vjet më parë, pa në këtë propozim një mundësi të ardhë. Italia kishte ambicie imperialiste në mesdhe, por nuk kishte as burimet as fuqinë ushtarake për t'u përballur drejt për drejt me fuqitë e mëdha evropiane. Një Shqipëri e varur nga Italia do të ishte hapi i parë në ndërtimin e një perandorie moderne. Do të ishte një mostër e vogël e asaj që Italia fashiste mund të arrinte. Por Mussolini ishte gjithashtu i kujdesshëm. Ai nuk donte që marrëveshja të dukej si një pushtim apo kolonializëm i hapur. Opinioni publik ndërkombëtar, veçanërisht në Britani dhe Francë, ishte ende i ndjeshëm ndaj çështjeve të pavarësisë së vendeve të vogla pas luftës së parë botërore. Çdo veprim i Italisë duhej të ishte i maskuar si ndihmë ekonomike dhe mbështetje për stabilitet. Prandaj, Mussolini urdhëroi që të gjitha negociatat të kryhen në sekret absolut dhe që marrëveshjet përfundimtare të nënshkruhen vetëm në formë të dokumenteve private midis tij dhe Zogut. Në mars të vitit 1925, një delegacion italian i përbërë nga 14 persona mbërriti në Tiranë me pretekstin e një vizite miqësore. Por brenda valixheve diplomatike të tyre, ata mbanin diçka shumë më të rëndësishme, draft marrëveshje të detajuara për krijimin e një zone ekonomike të preferuar midis Italisë dhe Shqipërisë. Këto dokumente specifikonin se firmat italiane do të kishin të drejtë ekskluzive për ndërtimin e infrastrukturës shqiptare, shfrytëzimin e minjerave dhe zhvillimin e porteve. Në këmbim, Italia do të ofronte kredi me interes të ulët dhe mbështetje teknike.
Që nga dita e parë, Zogu e kuptoi se nuk po negocionte nga një pozicion force. Ai kishte nevojë për para shpejt për të konsoliduar pushtetin e tij. Kundërshtarët e tij politik, veçanërisht Noli dhe mbështetësit e tij, po organizonin rezistencë nga jashtë vendit. Kishte dëgjuar thashë theme për plane për t'u kthyer me mbështetje jugoslave. Çdo ditë vonesë në forcimin e ushtrisë dhe administratës dukej si një rrezik ekzistencial për regjimin e tij të ri. Por çfarë nuk e dinte Zogu në atë kohë ishte se delegacioni italian kishte marrë udhëzime të qarta nga Mussolini, të shtyte për kushte sa më të favorshme për Italinë, pa marrë parasysh sa e dëshpëruar dukej pala shqiptare. Kjo ishte një taktikë e testuar e diplomacisë fashiste, ku partneri më i dobët detyrohej të pranojë kushte gjithnjë e më të rënda derisa praktikisht humbisnin sovranitetin e tyre ekonomik. A ishte Zogu i vetëdijshëm për këtë grackë që po i vendosej? Apo e konsideronte këtë si një marrëveshje të përkohshme që mund ta rishikonte më vonë kur të kishte forcuar pozitën e tij? Në fillim të vitit 1926, Tiranë mbërriti një burr që do të ndryshonte rrjedhën e historisë shqiptare përgjithmonë. Emri i tij ishte Francesco Jacomoni, një diplomat karriere me përvojë në Ballkan dhe me lidhje të forta me rrethit e brendshëm të Mussolinit. Zyrtarisht, ai erdhi si këshilltar ekonomik për qeverinë shqiptare. Por dosja e tij personale në arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane tregon diçka krejtësisht ndryshe. Ai ishte agent i autorizuar personalisht nga Duqeja për të negociuar marrëveshjen më të rëndësishme në historinë e marrëdhënieve italo-shqiptare. Jacomoni solli me vete një valixhe të vogël lëkure, të mbyllur me 2 dri dhe një koll. Brenda saj ishin 5 dokumente, çdo një prej tyre më shqetësues se tjetri për sovranitetin e Shqipërisë. Dokumenti i parë ishte një draft për një traktat misie dhe sigurimi që në thelb i jepte Italisë të drejtën të ndërhynte ushtarakisht në Shqipëri nëse konsideronte se stabiliteti i vendit ishte i kërcënuar. Dokumenti i dytë detajonte një plan për krijimin e një banke kombëtare të Shqipërisë që do të kontrollohej nga kapitali italian. Dokumenti i tretë përshkruante koncesione minerare që do t'i jepeshin kompanive italiane për një periudhë 50 vjetëshe. Dokumenti i katërt ishte më ambicios, ai propozonte që oficerë italian të vendoseshin si këshilltar në çdo nivel të ushtrisë shqiptare, duke e bërë praktikisht atë një degë të forcave të armatosura italiane. Zogu u takua me Jacomoni për herë të parë më 10 shkurt 1926. Takimi u mbajt jo në ndonjë zyrë qeveritare, por në rezidencën private të Zogut, larg syve të kurioz të publikut dhe mediave të pakta që ekzistonin në Tiranë. Vetëm 3 persona ishin të pranishëm, Zogu, Jacomoni dhe një përkthyes që kishte nënshkruar një marrëveshje konfidencialiteti të rreptë. Ajo që ndodhi në atë takim mbeti sekret për dekada, derisa disa letra personale të Jacomonit u zbuluan në arkivat familjare pas vdekjes së tij. Në këto letra, Jacomoni i shkruan gruas së tij në Rom se Zogu fillimisht duke i tronditur nga kërkimet italiane. Sipas Jacomonit, Zogu tha se disa nga kushtet ishin të pranueshme vetëm nëse dua të them se po i jap vendin tim Italisë. Por Jacomoni gjithashtu vëren se Zogu ishte në një pozitë shumë të vështirë. Ai kishte nevojë urgjente përpara për të paguar ushtrinë, për të ndërtuar infrastrukturë minimale dhe për të konsoliduar administratën shtetërore. Pa këtë mbështetje, regjimi i tij mund të shembej çdo ditë. Gjatë javëve që pasuan, filluan negociata intensive. Çdo ditë, Jacomoni dhe Zogu takonin për orë të tëra, duke diskutuar detaje teknike, kushte financiare dhe implikime politike. Zogu përpiqej të fitonte koncesione, të zvogëlonte dëmin, të mbante të paktën një pamje sovraniteti formal. Por çdo herë që ai kërkonte të modifikonte kushtet, Jacomoni kërcënonte se do të tërhiqte ofertën. Dhe pas çdo kërcënimi të tillë, Zogu binte dakord me një hap më tej në drejtimin që dëshironte Italia. Një moment kritik erdhi në fund të shkurtit, kur Jacomoni solli një ultimatum, ose Zogu pranonte të nënshkruante traktatin e Tiranës deri më 15 mars, ose Italia do të fillonte të negocionte me kundërshtarët politik të Zogut. Kjo ishte një kërcënim i hapur. Zogu e dinte se nëse Italia vendoste të mbështeste Nolin apo ndonjë figurë tjetër opozitare, ai do të humbante pushtetin brenda javësh. Thesari i tij personal, pavarësisht nga ari që kishte sjell nga jashtë, nuk mjaftonte për të financuar një ushtri të aftë të mbronte regjimin e tij pa mbështetje të jashtme. Por kishte edhe një element tjetër që e bëri Zogun të lëkundej, frika nga Jugoslavia.
Marrëdhëniet me Beogradin ishin përkeqësuar ndjeshëm që kur Zogu kishte rrëzuar qeverinë e Nolit të mbështetur nga Jugoslavët. Kishte shenja se Jugoslavia po konsideronte të ndërhynte drejt për drejt në Shqipëri për të vendosur një regjim më miqësor me interesat e saj. Një aleancë me Italinë, pavarësisht nga kostot, do të ishte një mbrojtje kundër ambicieve jugoslave. Kjo logjik gjeopolitike luajti një rol vendimtar në vendimin e Zogut. Më 8 mars 1926, në orën 11 të natës, në një ceremoni të fshehtë në Pallatin e Qeverisë, Zogu dhe Jakomoni nënshkruan 2 dokumente. Dokumenti i parë ishte Traktati i Tiranës, i cili do të bëhej publik dhe do të paraqitej si një marrëveshje miqësie midis 2 vendeve mike. Dokumenti i dytë ishte një protokoll sekret që specifikonte kushtet reale financiare dhe ushtarake. Sipas këtij protokolli sekret, Italia do të jepte një kredi fillestare prej 15 milion lira AR, të pagushme në 10 vjet me interes 3%. Por në fakt, kushtet reale ishin shumë më të ndërlikuara. Protokolli sekret përcaktonte se Italia do të kishte kontroll mbi politikën ekonomike të Shqipërisë përmes një komisioni të përbashkët ekonomik, ku italianët do të kishin shumicën e votave. Ai gjithashtu jepte të drejtën Italisë të vendoste këshilltar ushtarak në të gjitha nivelet e forcave të armatosura shqiptare. Këta këshilltar në praktik do të merrnin vendimet operative, duke e reduktuar ushtrinë shqiptare në një aparat zbatues të urdhrave italiane. Dhe më e rëndësishmja, protokolli përcaktonte se nëse Shqipëria nuk mund të paguante borxhin, Italia do të kishte të drejtën të merrte kompensim në formë koncesionesh shtesë në sektorin e minjerave, energjisë dhe transportit. Në orët pas nënshkrimit, Zogu qëndroi zgjuar në zyrën e tij, duke pirë konjak dhe duke pirë cigare pas cigare. Sipas kujtimeve të sekretarit të tij personal, të publikuara shumë vite më vonë, Zogu tha: "Unë sapo nënshkrova diçka që do të shpëtoj Shqipërinë ose do ta shkatërroj përgjithmonë. Historia do të gjykojë nëse bëra zgjedhjen e duhur." Por a kishte ai në të vërtetë zgjidhje? A ekzistonte një alternativë reale që do t'i lejonte të mbijetonte politikisht pa u varur nga Italia? Apo ai thjesht po justifikonte një vendim që e dinte se ishte një tradhti ndaj sovranitetit të vendit që pretendonte se po udhëhiqte? Marrëveshja u bë publike më 20 mars 1926, por opinioni publik shqiptar mori vetëm një version të shkurtuar dhe të zbukuruar. Shtypi qeveritar e paraqiti si një triumf të diplomacisë shqiptare dhe një dëshmi të miqësisë së përjetshme midis popullit shqiptar dhe italian. Por në kulise, reagimet ishin shumë më komplekse dhe më shqetësuese. Intelektualët shqiptar që jetonin në emigrim filluan menjëherë të ngrenë pyetje. Noli, nga Gjeneva, publikoi një deklaratë ku e quante marrëveshjen fillimin e fundit të pavarësisë shqiptare. Edhe brenda qeverisë së Zogut kishte të pakënaqur. 2 ministra rezignuan brenda javës së parë pas publikimit të traktatit. Njëri prej tyre, një jurist i arsimuar në Paris, la një letër dorëheqjeje që ishte një akuzë e drejtpërdrejtë ndaj Zogut. Ai shkruante se duke nënshkruar këtë marrëveshje, kryeministri ka shitur të drejtën e popullit shqiptar për vetvendosje në këmbim të argjendit italian. Kjo letër nuk u publikua kurrë zyrtarisht, por kopje të saj qarkulluan në qarqet intelektuale të Tiranës dhe shkaktuan trazira të konsiderueshme. Zogu reagoi shpejt dhe ashpër. Ai urdhëroi arrestimin e disa figurave opozitare që kishin filluar të organizonin protesta kundër marrëveshjes. Censura e shtypit u forcua. Çdo gazetë që guxonte të kritikonte traktatin u mbyll. Por Zogu gjithashtu e kuptoi se duhej të justifikonte vendimin e tij para elitës politike dhe ushtarake që e mbështeste. Ai thiri një mbledhje të zgjeruar të kabinetit dhe komandantëve ushtarak, ku u përpoq të shpjegojë logjikën e vendimit të tij. Në atë mbledhje, Zogu argumentoi se Shqipëria kishte vetëm 2 opsione strategjike: të bëhej një aleat i Italisë ose të rrezikonte të pushtohej nga Jugoslavia. Ai theksoi se miqësia me Italinë ishte e përkohshme, një manovër taktike për të fituar kohë derisa Shqipëria të forcohej mjaftueshëm për të qëndruar më këmbët e veta. Ai premtoi se do të përdorte paratë dhe ekspertizën italiane për të ndërtuar një shtet modern dhe se në të ardhmen, kur Shqipëria të ishte e fortë, ajo do të mund të rinegocione kushtet e marrëveshjes nga një pozicion më i mirë. Por jo të gjithë u bindën. Disa oficerë të lartë ushtarak, veçanërisht ata që kishin luftuar për pavarësi gjatë luftës së parë botërore, ndjeheshin të tradhtuar. Ata kishin imagjinuar një Shqipëri të lirë dhe të pavarur, jo një protektorat në të gjitha përveç emrit.
Një nga këta oficer, një kolon I quajtur Muharrem Rushiti, u ngrit në mbledhje dhe I tha Zogut, Shqipëria ka nevojë për para, por jo në çmim të nderit dhe sovranitetit ton. Zogu e dëgjoi në heshtje, por pas mbledhjes, Rushiti u largua nga pozicioni I tij dhe u dërgua si atashe ushtarak në një ambasadë të largët në Evropën lindore. Ndërkohë, në Rom, Mussolini festonte. Ai e konsideronte marrëveshjen me Shqipërinë si hapi I parë në realizimin e ambicieve të tij për të krijuar një Mare Nostrum moderne, një perandëri mesdhetare të dominuar nga Italia. Në një takim të kabinetit fashist, ai deklaroi se Shqipëria do të ishte vargu I parë I gjilpërës që do të tërhiqte gjithë Ballkanin në orbitën italiane. Ai gjithashtu urdhëroi që procesi I kolonizimit ekonomik të shpejtohej. Muajt e parë pas nënshkrimit të traktatit sollën një pushtim të qetë por sistematik të ekonomisë shqiptare nga interesa italiane. Kompania e parë që erdhi ishte një firmë ndërtimi nga Milani, e cila fitoi një tender për ndërtimin e një rruge midis Tiranës dhe Durrësit. Pastaj erdhi një kompani minerare nga Torino, që mori koncesion për shfrytëzimin e minjerave të kromit në jug të vendit. Më pas një bankë private italiane hapi deg në Tiranë, Durrës dhe Vlorë duke filluar të ofrojë kredi për tregtarët shqiptar, por me kushte që I lidhte ata ekonomikisht me furnitorët italianë. Në tetor të vitit 1926, këshilltarët ushtarak italian filluan të mbërrinin në Shqipëri. Zyrtarisht, ata ishin këtu për të trajnuar forcat shqiptare në taktika moderne luftimi. Por në realitet, ata morën kontroll operacional mbi çdo aspekt të organizimit ushtarak. Uniformat e reja për ushtrin u porositen nga kompani italiane. Armët u blen nga fabrika italiane me kredi të siguruar nga banka italiane. Madje edhe manualet e trajnimit u shkruan në italisht dhe u përkthyen në shqiv. Për Zogun, kjo periudhë ishte një lojë delikate balancimi. Nga njëra anë, ai kishte nevojë për mbështetjen italiane për të mbijetuar politikisht. Nga ana tjetër, ai po e shihte që vendi I tij po bëhej gjithnjë e më I varur nga Italia. Çdo vendim ekonomik madhor duhej të miratohej nga Komisioni I Përbashkët Ekonomik, ku italianët kishin fjalën e fundit. Çdo emërim I lartë ushtarak duhej të konsultohej me këshilltarët italian. Edhe politika e jashtme e Shqipërisë po modelohej për të pasqyruar interesat italiane në rajon. Një incident shqetësues ndodhi në dhjetor të vitit 1926. Qeveria shqiptare mori një ofertë nga një kompani britanike për ndërtimin e një port në Vlorë. Oferta ishte më e favorshme se ajo e kompanive italiane që kishin paraqitur projekte të ngjashme. Zogu ishte I interesuar dhe kishte filluar negociatat fillestare. Por brenda 2 ditëve, ai mori një letër të ashpër nga Jacomoni, I cili e kujtoi se sipas protokollit sekret, Italia kishte të drejtën e pararefuzit për të gjitha projektet e mëdha infrastrukturore në Shqipëri. Në presion, Zogu u detyrua të anulonte negociatat me kompaninë britanike. Ky incident e bëri Zogun të kuptonte plotësisht se sa e thellë ishte kapërdia në të cilën ishte futur. Ai nuk ishte më kryeministër I një vendi të pavarur. Ai ishte bërë një administrator rajonal I interesave italiane. Por çfarë mund të bënte tani? Të shkëputej nga Italia do të thotë të rrezikonte një kolaps ekonomik dhe ndoshta një grush shteti të mbështetur nga italianët. Të vazhdonte në këtë rrugë do të thotë të shndërrohej në një kukull italiane. A kishte një rrugë të tretë, një strategji që do t'i lejonte të manovronte midis këtyre dy ekstremeve të rrezikshme? Viti 1927 filloi me një seri ngjarjesh që e thelluan edhe më tej varësinë e Shqipërisë nga Italia. Më 18 janar, Zogu mori një telegram të koduar nga Jacomoni që I kërkonte një takim urgjent. Kur u takuan, Jacomoni I dha lajmin, Italia ishte e gatshme të ofronte një kredi shtesë prej 10 milion lirash ar, por me kushte të reja. Këto kushte përfshinin krijimin e një komandë të përbashkët ushtarake që praktikisht do t'i jepte Italisë kontroll të plot mbi operacionet ushtarake shqiptare. Gjithashtu, Italia kërkonte koncesione për ndërtimin dhe operimin e portit të Vlorës, një pozicion strategjik kyç në Adriatik. Zogu dëgjoi në heshtje. Ai e dinte se refuzimi I këtyre kushteve do të ishte praktikisht I pamundur. Qeveria e tij ishte tashmë kaq e varur nga financimi italian saqë një ndërprerje e menjëhershme e kredive do të shkaktonte një kolaps ekonomik. Ai gjithashtu e dinte se borxhet që kishte marrë më parë po bëheshin të papagueshme me normat e rritjes ekonomike aktuale të Shqipërisë. Çdo kredi e re thjesht e thellonte gropën në të cilën po varet.
Por kishte edhe një element personal që po e shtyn Zogun në këtë drejtim. Ai kishte ambicie për të shndërruar Shqipërinë në një mbretëri dhe veten në mbret. Por një mbretëri e re kishte nevojë për njohje ndërkombëtare, për ceremoni madhështore, për një obor mbretëror me të gjitha simbolet dhe ritualet e duhura. Të gjitha këto kërkonin para, shumë para. Zogu e shihte mbështetjen italiane jo vetëm si një domosdoshmëri politike, por edhe si një mjet për të realizuar ambicjet e tij personale. Më 25 mars 1927, në një ceremoni të madhe në Tiranë, Zogu u shpall mbreti i shqiptarëve. Ceremonia u organizua me ndihmën e ekspertëve italianë që sollën kostume, dekorime dhe madje edhe muzikantë nga Italia. Kurora mbretërore u dizajnua dhe u fabrikua në Rom. Uniformat e gardes mbretërore u përgatiten nga krojtor italian. Madje edhe fjalimet dhe protokolli ceremonial u hartuan me këshillimin e kështjellës mbretërore italiane. Kështu, edhe në momentin e tij më triumfal, Zogu ishte i varur nga Italia për të realizuar ambicjet e tij. Por opinioni publik italian e pa këtë ceremoni në një dritë krejtësisht ndryshe. Gazetat fashiste në Rom e përshkruan si krijimin e një mbreti të ri nën mbrojtjen e Italisë. Disa editorialistë ishin edhe më të qartë, duke e quajtur Zogun një klient italian dhe Shqipërinë një protektorat de facto italian. Këto artikuj u lexuan edhe në Shqipëri dhe shkaktuan zemërim në qarqet nacionaliste, por censura e rrept e qeverisë shqiptare i pengoi ata të shpreheshin publikisht. Ndërkohë, borxhi shqiptar ndaj Italisë po rritet në mënyrë shqetësuese. Deri në fund të vitit 1927, Shqipëria kishte marrë kredi totale prej 25 milion lirash ar nga institucione financiare italiane. Shlyerjet vjetore të interesit dhe principalit po konsumonte pothuajse 30% të ardhurave të qeverisë shqiptare. Kjo do të thotë se 1/3 e çdo takse të mbledhur nga populli shqiptar po shkonte drejt për drejt në bankat italiane. Për të gjeneruar të ardhura shtesë, qeveria e Zogut u detyrua të rrisë taksat në nivele të rënda për një popullsi që tashmë ishte shumë e varfër. Taksat mbi prodhimet bujqësore u rritën me 20%. U fut një taksë e re mbi trashëgimin dhe pronat. Dogana në porta u ashpërsua për të mbledhur më shumë të ardhura nga importet. Por të gjitha këto masa as që filluan të mbulonin nevojat financiare të qeverisë. Deficiti buxhetor po zgjerohej çdo vit, duke e detyruar Zogun të kërkojë kredi të reja nga Italia, gjë që e thellonte edhe më tej ciklin e borxhit. Në këtë kontekst, një figurë e re shfaqet në skenë, Luigi Villari, një historik dhe diplomat italian që u emërua si këshilltar special i Zogut për zhvillimin ekonomik. Zyrtarisht, Villari ishte atje për të ndihmuar Shqipërinë të modernizohej. Por në realitet, ai ishte syt dhe veshët e Mussolinit në Tiranë. Çdo raport që Villari i dërgonte në Rom përfshinte vlerësime të detajuara të situatës politike dhe ekonomike në Shqipëri, përfshirë vlerësime mbi besnikërinë e figurave kyçe politike dhe ushtarake ndaj Zogut dhe Italisë. Villar gjithashtu luajti një rol kritik në negocimin e koncesioneve të reja për kompanitë italiane. Në fund të vitit 1928, ai negocioi një marrëveshje ku një konsorcium kompanish italiane mori të drejtën ekskluzive për të eksploruar dhe shfrytëzuar të gjitha burimet e naftës dhe gazit në Shqipëri për një periudhë 50 vjetëshe. Në këmbim, Shqipëria do të merrte vetëm 15% të ardhurave nga shitja e këtyre burimeve. Ishte një marrëveshje jashtëzakonisht e pabarabartë, por Zogu e pranoi sepse ai kishte nevojë për një infuzion të menjëhershëm parash për të shlyer borxhet që po maturoheshin. Sa më shumë Shqipëria zhytej në borxh, aq më pak manovër kishte Zogu. Ai tashmë nuk mund të merrte vendime të rëndësishme pa konsultim të detajuar me këshilltarët italian. Çdo politikë e jashtme duhej të koordinohej me Romën. Çdo projekt madhor infrastrukture duhej të miratohej nga italianët. Madje edhe politikat e brendshme, si reformat administrative ose ndryshimet në sistemin arsimor, ishin në ndikimin e fortë italian. A ishte Zogu ende një udhëheqës i vërtet i Shqipërisë, apo ishte thjesht një figurë dekorative që zbatonte diktatet e Mussolinit? Dhe më e rëndësishmja, a kishte ende mundësi për të kthyer prapa kursin që kishte vendosur vendin e tij? Në arkivat e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, të hapura pjesërisht për studiues në vitin 2015, ekziston një dosje e vogël me shënimin konfidenciale, transaksione speciale.
Brenda kësaj dosjeje, hetuesit zbuluan diçka që nuk ishte diskutuar kur publikisht, një seri pagesash personale që Ahmet Zogu mori drejt për drejt nga qeveria italiane, të veçanta nga kredit zyrtare shtetërore. Këto pagesa, të koduara si shpërblime për shërbime konsulente, filluan në prill të vitit 1928 dhe vazhduan deri në mars të vitit 1939. Shuma totale ishte marramendëse, 6.500.000 lira ar, të paguara në këste 3 mujore drejt për drejt në llogaritë personale të Zogut në banka zvicerane. Por çfarë ishin saktësisht këto shërbime konsulente? Dhe pse Mussolini po I paguante personalisht mbretit shqiptar shuma kaq të mëdha jashtë marrëveshjeve zyrtare? Përgjigjja gjendet në një dokument tjetër, zbuluar në vitin 1993 në arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane. Ky dokument, një memorandum I brendshëm I shkruar nga vetë Jacomoni, shpjegon se pagesat personale ishin pjesë e një strategjie më të gjerë për të siguruar besnikërinë absolute të Zogut. Mussolini e kishte kuptuar se kontrolli mbi një vend të vogël si Shqipëria nuk arrijej vetëm përmes marrëveshjeve shtetërore dhe presionit ekonomik. Ai kishte nevojë që vetë udhëheqësi të ishte personalisht I varur nga Italia, jo vetëm politikisht por edhe financiarisht. Duke I paguar Zogut shuma të mëdha personale, Mussolini po e bënte atë një bashkëpunëtor të paguar, jo thjesht një aleat politik. Por si justifikoheshin këto pagesa? Sipas dokumenteve, Zogu ofronte shërbime informacioni për Italinë. Ai raportonte rregullisht për zhvillimet politike në Ballkan, veçanërisht për planet e Jugosllavisë dhe Greqisë. Ai gjithashtu siguronte që politikat e brendshme shqiptare të ishin gjithmonë në përputhje me interesat italiane. Dhe më e rëndësishmja, ai garantonte që asnjë fuqi e huaj tjetër nuk do të fitonte ndikim në Shqipëri. Në këmbim të këtyre shërbimeve, ai merrte pagesa që e bënin një nga njerëzit më të pasur në Ballkan. Këto zbulime ngren pyetje të thella për natyrën e marrëdhënies midis Zogut dhe Mussolinit. A ishte Zogu thjesht një politikan pragmatik që po përdorte burimet italiane për të ndërtuar shtetin e tij? Apo ai ishte bërë një agent I paguar I interesave të huaja? Dhe nëse ai po merrte para personale nga Italia, sa pavarëse ishin vendimet e tij politike? A mund të themi se ai po vepronte në interesin e popullit shqiptar, apo në interesin e xhepit të tij personal? Në verën e vitit 1928, Zogu mori një vendim që do të thellonte edhe më tej varësinë e Shqipërisë nga Italia. Ai ra dakord që të lejonte krijimin e një shoqërie për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, një kompani të përbashkët shqiptaro-italiane që do të kishte monopol mbi të gjitha projektet e mëdha infrastrukturore në vend. Kapitali fillestar I kësaj shoqërie ishte 20 milion lira ar, nga të cilat Italia kontribuoi 18 milion dhe Shqipëria vetëm 2 milion. Kjo do të thotë se Italia kontrollonte 90% të vendimmarrjes në këtë shoqëri, e cila tani kishte pushtet të pakufizuar mbi ekonominë shqiptare. Brenda 6 muajve, kjo shoqëri filloi të marrë kontroll mbi çdo sektor kyç të ekonomisë. Ajo fitoi koncesionin për ndërtimin e të gjitha rrugëve kryesore. Ajo mori të drejtën ekskluzive për të operuar portet e Durrësit dhe Vlorës. Ajo kontrollonte importin e çimentos, çelikut dhe materialeve të tjera ndërtimi. Ajo madje mori koncesionin për shpërndarjen e energjisë elektrike në qytetet kryesore. Në praktik, çdo projekt madhor në Shqipëri tani kalonte përmes kësaj shoqërie dhe çdo vendim I saj duhej të miratohej nga bordi drejtues, ku italianët kishin shumicën absolute. Por ndikimi italian nuk u kufizua vetëm në ekonomi. Në shtator të vitit 1928, Zogu ra dakord që të lejonte hapjen e shkollave italiane në Shqipëri. Këto shkolla, të financuara plotësisht nga qeveria italiane, do të mësonin në gjuhën italiane dhe do të ndiqnin kurrikulën italiane. Zyrtarisht, ato ishin për fëmijët e kolonisë italiane në Shqipëri, por në realitet, ato ishin të hapura edhe për fëmijët shqiptar nga familje të pasura që donin një arsim modern. Brenda pak vitesh, këto shkolla filluan të prodhonin një elitë të re shqiptare që fliste italisht, mendonte në mënyrë italiane dhe kishte lidhje të forta me Italinë. Ndërkohë, në Rom, Mussolini po planifikonte hapin tjetër në strategjinë e tij për Shqipërinë. Në një takim të kabinetit fashist në tetor të vitit 1928, ai deklaroi se Shqipëria duhej të përgatitej për integrim të plotë me Italinë. Ai urdhëroi që të përshpejtohet procesi I kolonizimit ekonomik dhe që të fillonin përgatitjet për një bashkim eventual të dy vendeve.
Kjo nuk do të ishte një pushtim ushtarak i hapur, por një proces gradual ku Shqipëria do të bëhej aq e varur nga Italia saqë bashkimi do të dukej si një hap natyror dhe i pashmangshëm. Për të realizuar këtë plan, Mussolini urdhëroi që të rritet numri i këshilltarëve italian në Shqipëri. Deri në fund të vitit 1929, kishte mbi 200 këshilltarë italian të vendosur në të gjitha nivelet e qeverisë shqiptare. Ata ishin në ministrit, në ushtri, në polici, në sistemin arsimor, në administratën lokale. Çdo vendim i rëndësishëm kalonte përmes tyre. Ata raportonin drejt për drejt në Rom dhe merrnin udhëzime nga atje. Në praktik, qeveria shqiptare kishte humbur kontrollin mbi vendin e saj. Zogu e shihte këtë proces, por ndjehej i pafuqishëm për ta ndaluar. Ai kishte krijuar një sistem ku mbijetesa e tij politike dhe personale varte plotësisht nga mbështetja italiane. Nëse ai përpiqej të rezistonte, Italia mund të ndërpriste financimin, të tërhiqte këshilltarët dhe të mbështeste një grusht shteti nga opozita. Ai kishte bërë veten të zëvendësueshëm dhe italianët e dinin këtë shumë mirë. Çdo herë që ai përpiqej të negocionte kushte më të mira, ata e kujtonin se sa i varur ishte nga ta. Një incident veçanërisht poshtërues ndodhi në janar të vitit 1929. Zogu dëshironte të emëronte një ministër të ri të financave, një ekonomist të trajnuar në Francë që kishte shprehur rezerva për nivelin e borxhit ndaj Italisë. Por kur ai propozoi këtë emërim Jacomonit, përgjigjja ishte e qartë: Italia nuk e miratonte këtë zgjedhje. Jacomoni sugjeroi një kandidat alternativ, një ekonomist që kishte studiuar në Itali dhe kishte lidhje të ngushta me qarqet financiare italiane. Zogu u detyrua të pranonte kandidatin italian. Kjo ishte një demonstrim i qartë se ai nuk kishte më kontroll as mbi kabinetin e tij. Por çfarë po mendonte Zogu në këto momente? A e shihte ai veten si një viktime e rrethanave, apo si një strateg që po luante një lojë të gjatë? Në disa letra private që i shkruante motrës së tij, të zbuluara pas vdekjes së tij, Zogu shpreh një ndjenjë të thellë frustrimi dhe vetdije për situatën në të cilën ishte futur. Ai shkruan se ndonjëherë ndihem si një kapiten i një anije që po fundoset ngadalë dhe çdo përpjekje për ta shpëtuar vetëm e thellohet më shpejt në ujë. Por ai gjithashtu shpreh shpresë se një ditë, kur Shqipëria të jetë më e fortë, ne do të mund të çlirohemi nga këto zinxhir. A ishte kjo një shpresë realiste, apo vetëm një iluzion që e ndihmonte të justifikonte zgjedhjet e tij? Viti 1930 solli një krizë të re që e tregoi plotësisht se sa të thellë ishin tentakulat italiane në Shqipëri. Në shkurt të atij viti, qeveria shqiptare u përball me një deficit buxhetor të papritur prej 3 milion lirash ar. Të ardhurat nga taksat ishin rënë për shkak të një viti të keq bujqësor, ndërsa shpenzimet ishin rritur për shkak të kostove të mirëmbajtjes së aparatit shtetëror të zgjeruar. Zogu kishte nevojë urgjente për një kredi emergjente për të mbuluar këtë deficit, përndryshe qeveria rrezikonte të mos mund të paguante pagat e nëpunësve civil dhe ushtarak. Ai u drejtua, si gjithmonë, Italisë. Por kësaj here, përgjigjja ishte e ndryshme. Jacomoni i tha se Italia ishte e gatshme të ofronte kredin, por me një kusht të ri: Shqipëria duhej të pranonte krijimin e një këshilli mbikëqyrës financiar, të përbërë nga ekspertë italian që do të kishin autoritet të plot mbi buxhetin shqiptar. Ky këshill do të vendoste se si do të shpenzoheshin paratë publike, cilat projekte do të financoheshin dhe cilat shpenzime do të priteshin. Në praktik, kjo do të thotë që Shqipëria do të humbiste kontrollin e plot mbi financat e saj. Zogu u trondit nga ky kërkesë. Ai e kuptoi se pranimi i saj do të ishte humbja finale e sovranitetit ekonomik. Por ai gjithashtu e dinte se refuzimi do të shkaktonte një kolaps të menjëhershëm të qeverisë. Ai thirri një mbledhje urgjente të kabinetit për të diskutuar situatën. Debati ishte i ashpër. Disa ministra argumentuan se ishte më mirë të pranohej kriza afatshkurtër sesa të humbej sovraniteti përgjithmonë. Të tjerë argumentuan se pa mbështetjen italiane, regjimi i Zogut do të rrëzohej brenda javësh dhe do të zëvendësohej nga një qeveri kaotike që do të ishte edhe më e keqe për vendin. Pas 3 ditësh debati të brendshëm, Zogu mori vendimin: ai do të pranonte kushtin italian. Më 10 mars 1930 u nënshkrua një marrëveshje e re ku krijohej Këshilli Mbikëqyrës Financiar. Ky këshill përbëhej nga 5 anëtar, 3 italian dhe 2 shqiptar. Por vendimmarrja kërkonte shumicë absolute, gjë që do të thotë se italianët kishin veto mbi çdo vendim financiar të qeverisë shqiptare.
Kjo ishte humbja finale e pavarësisë ekonomike. Brenda javësh, Këshilli filloi të ushtrojë autoritetin e tij. Ai urdhëroi prerje masive në shpenzimet qeveritare. Pagat e nëpunësve civil u ulën me 15%. Projektet e infrastrukturës që nuk ishin të lidhura me interesa italiane u anuluan. Buxheti i arsimit u prit me 20%. Ndërkohë, subvencionet për kompanitë italiane që operonin në Shqipëri u rritën. Ishte e qartë se Këshilli po vepronte jo në interesin e Shqipërisë, por në interesin e Italisë. Këto masa shkaktuan pakënaqësi të gjerë në Shqipëri. Nëpunësit civil, të cilët tashmë ishin të paguara keq, filluan të protestonin. Mësuesit organizuan greva në disa qytete. Madje edhe oficerë të ulët ushtarak shprehen pakënaqësi për uljen e pagave të tyre. Por qeveria e Zogut, e mbështetur nga forca policore e trajnuar nga italianët, shtypi këto protesta me forcë. Dhjetëra protestues u arrestuan. Disa u dënuan me burgim. Censura e shtypit u ashpërsua edhe më tej. Ndërkohë, në Rom, Mussolini po përgatitej për hapin tjetër. Në maj të vitit 1930, ai thiri një takim të lartë me ministrat e tij të jashtëm, të financave dhe të mbrojtjes. Tema e takimit ishte faza përfundimtare e integrimit të Shqipërisë. Sipas protokollit të këtij takimi, të zbuluar në arkivat italiane në vitet 80, Mussolini urdhëroi që të përgatitej një plan për aneksimin eventual të Shqipërisë. Ky plan do të zbatohej në 3 faza. Faza e parë, që tashmë ishte në zbatim, ishte kolonizimi ekonomik dhe administrativ. Faza e dytë do të ishte rritja e pranisë ushtarake italiane në Shqipëri nën pretekstin e trajnimit dhe modernizimit të forcave shqiptare. Faza e tretë do të ishte aneksimi formal, i cili do të paraqitej si një bashkim vullnetar i kërkuar nga vetë qeveria shqiptare për shkak të nevojës për mbrojtje nga kërcënimet rajonale. Mussolini urdhëroi që faza e dytë të fillonte brenda një viti. Në shtator të vitit 1930, Italia propozoi një traktat të ri misie dhe bashkëpunimi me Shqipërinë. Ky traktat, i cili u nënshkrua më 27 nëntor, përfshinte disa dispozita të reja shqetësuese. Ai lejonte vendosjen e një kontingenti ushtarak italian në Shqipëri për qëllime trajnimi. Ai gjithashtu krijonte një komision të përbashkët mbrojtjeje që do të koordinonte politikat e mbrojtjes të dy vendeve. Dhe më e rëndësishmja, ai deklaronte se siguria e Shqipërisë është e pandashme nga siguria e Italisë, një formulim që në praktik i jepte Italisë të drejtën të ndërhynte ushtarakisht në Shqipëri në çdo moment që konsideronte të nevojshëm. Brenda muajve të ardhshëm, filluan të mbërrinin trupa italiane në Shqipëri. Zyrtarisht, ata ishin instruktor ushtarak që do të trajnonin forcat shqiptare. Por numri i tyre ishte shumë më i madh se ç'ishte e nevojshme për trajnim. Deri në fund të vitit 1931, kishte mbi 1500 trupa italiane të vendosura në baza të ndryshme në Shqipëri. Ata kishin sjell me vete armë të rënda, automjete ushtarake dhe madje edhe avion. Ishte e qartë se kjo nuk ishte thjesht një mision trajnimi, por fillimi i një okupimi ushtarak. Zogu e shihte këtë zhvillim me alarm të rritueshëm. Ai filloi të kuptonte se Italia po përgatitej për diçka më të madhe. Por çfarë mund të bënte? Ai ishte kaq i varur nga Italia saqë çdo përpjekje për të rezistuar do të ishte vetvrasje politike. Ai gjithashtu e dinte se nëse përpiqej të kërkonte mbështetje nga fuqi të tjera evropiane, Italia do të reagonte menjëherë dhe ashpër. Ai ishte kapur në një grack nga e cila nuk kishte dalje. Në një letër private drejtuar një miku të besuar, të shkruar në dhjetor të vitit 1931, Zogu shkruan: "Unë kam ndërtuar një mbretëri mbirër lëvizse. Çdo ditë ndihem se po fundosem më thellë. Italianët më kontrollojnë çdo hap. Nuk mund të marr asnjë vendim pa aprovimin e tyre. Ndonjëherë pyetem nëse do të ishte më mirë të kisha qëndruar në ekzil sesa të kthehesha për të bërë këtë marrëveshje me djallin." Këto fjalë tregojnë një njeri që e ka kuptuar plotësisht se ka humbur kontrollin, por që nuk sheh asnjë rrugë dalje. A mund të kishte vepruar ndryshe në ndonjë moment? Apo fati i Shqipërisë ishte vulosur që në momentin kur ai nënshkroi marrëveshjen e parë me Mussolinin? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme italiane, të deklasifikuara në vitin 2012, ekziston një raport i detajuar i shkruar nga Shërbimi Sekret Italian në mars të vitit 1932. Ky raport, i titulluar Vlerësimi i situatës politike në Shqipëri, përmban një analizë të ftohtë dhe cinik të gjendjes së vendit.
Ai konkludon se mbretëria shqiptare ekziston vetëm në letër, ndërsa në realitet çdo institucion kyç kontrollohet nga përfaqësuesit tanë. Por më shqetësuese ishte një seksion i veçantë i titulluar Plani për eliminimin e rezistencës së brendshme. Ky seksion detajonte se si shërbimet sekrete italiane po identifikonin dhe neutralizonin çdo figurë shqiptare që mund të organizonte rezistencë kundër ndikimit italian. A e dinte Zogu për këtë operacion sistematik kundër advetarëve të vendit të tij? Dhe nëse e dinte, pse nuk bëri asgjë për ta ndaluar? Në këtë periudhë, një grup intelektualësh shqiptar filloi të organizohet në fshehtësi. Ata ishin kryesisht të rinj të arsimuar në universitete perëndimore, që kishin kthyer në Shqipëri me shpresa për të kontribuar në ndërtimin e një shteti modern dhe të pavarur. Por ajo që gjetën ishte një vend i okupuar në të gjitha përveç emrit. Këta të rinj filluan të takonin në shtëpitë private, në kafene të vogla, në ambiente universitare. Ata diskutonin për mënyrat se si mund të çlirohej Shqipëria nga kthetrat italiane. Disa propozuan që të kërkojë mbështetje nga Britania e Madhe ose Franca. Të tjerë argumentuan për një kryengritje popullore. Por të gjithë ishin dakord në një gjë: regjimi i Zogut kishte tradhtuar pavarësinë kombëtare. Shërbimet sekrete italiane, që kishin infiltruar çdo nivel të shoqërisë shqiptare, mësuan shpejt për këto takime. Në prill të vitit 1932, policia shqiptare, duke vepruar sipas udhëzimeve të këshilltarëve italian, kreu një seri arrestimesh. 23 persona u arrestuan në një operacion të koordinuar që ndodhi në të njëjtën natë në Tiranë, Shkodër dhe Korçë. Midis të arrestuarve ishin profesor universitet, avokat, gazetar dhe madje edhe 2 oficer të rinj ushtarak. Ata u akuzuan për komplot kundër sigurisë së shtetit dhe bashkëpunim me fuqi të huaja armiqësore. Procesi gjyqësor që pasoi ishte një farsë. Gjykatësit ishin të zgjedhur me kujdes nga qeveria. Dëshmit ishin të fabrikuara. Avokatët mbrojtës nuk u lejuan të paraqisnin dëshmitar. Brenda 2 javësh, të gjithë të akuzuarit u shpallën fajtor. 5 prej tyre u dënuan me vdekje, ndërsa të tjerët morën dënime të rënda me burgim. Ekzekutimet u kryen në errësirën e natës, pa asnjë njoftim publik. Familjet e të ekzekutuarve mësuan për fatin e tyre vetëm ditë më vonë, kur trupat u dorëzuan për varrim. Ky incident shkaktoi një val indinjate në qarqet intelektuale shqiptare, por censura e rrept pengoi çdo diskutim publik. Gazetat nuk guxuan të shkruanin asnjë fjalë për procesin. Ata që përpiqeshin të flasin privatisht për këtë çështje u kërcënuan me pasoja të rënda. Klima e frikës që u krijua ishte aq e fortë saqë shumë intelektual vendosën të largoheshin nga Shqipëria. Brenda 6 muajve, mbi 100 figura të arsimuar emigruan në Greqi, Jugosllavi, Itali dhe vende të tjera perëndimore. Kjo ishte një humbje e madhe për Shqipërinë, që tashmë kishte mungesë të madhe të kuadrove të arsimuar. Ndërkohë, borxhi shqiptar ndaj Italisë kishte arritur nivele katastrofike. Deri në fund të vitit 1932, totali i borxhit ishte 38 milion lira ar, një shumë që të i kalonte 5 herë buxhetin vjetor të shtetit shqiptar. Shlyerjet vjetore të interesit dhe principalit po konsumonin gati 50% të ardhurave shtetërore. Kjo do të thotë se gjysma e çdo takse të mbledhur nga populli shqiptar po shkonte drejt për drejt në bankat italiane. Situata ishte bërë e paqëndrueshme. Për të përballuar këtë krizë, Këshilli Mbikëqyrës Financiar urdhëroi masa edhe më drastike. U fut një taksë e re mbi pronat bujqësore që goditi veçanërisht fshatarët e varfër. Taksat doganore u rritën në nivele që bën importet pothuajse të papërballueshme për tregtarët e vegjël. Shërbimet publike bazë, si arsimi dhe shëndetësia, u reduktuan në minimum. Spitalet nuk kishin barna. Shkollat nuk kishin libra. Rrugët nuk mirëmbaheshin. Ndërsa populli vuante, kompanitë italiane vazhdonin të nxirrnin fitime të mëdha nga koncesionet e tyre. Në këtë kontekst të dëshpëruar, Zogu bëri një përpjekje të fundit për të gjetur një rrugdalje. Në shtator të vitit 1933, ai dërgoi një delegacion sekret në Paris për të eksploruar mundësinë e marrjes së një kredie nga banka franceze. Ideja ishte që kjo kredi do të përdorej për të shlyer një pjesë të borxhit italian, duke reduktuar kështu varësinë nga Italia. Por kur italianët mësuan për këtë iniciativë, reagimi ishte i menjëhershëm dhe i ashpër.
Jacomoni thiri zogun në një takim urgjent dhe i tha se çdo përpjekje për të marrë kredi nga burime të tjera do të konsiderohej si një shkelje e marrëveshjeve ekzistuese me Italinë. Zogu u detyrua të anulonte misionin në Paris. Delegacioni u kthye me duar bosh. Kjo ishte dëshmia përfundimtare se Shqipëria kishte humbur çdo hapësirë manovrimi. Italia kishte krijuar një sistem ku çdo alternativë ishte e bllokuar. Çdo rrugë e mundshme për të çliruar nga varësia italiane ishte e mbyllur. Zogu kishte bërë veten dhe vendin e tij rob të plot të Romës. A kishte qenë kjo e pashmangshme që në fillim? Apo kishte pasur momente kur ai mund të kishte zgjedhur ndryshe dhe të kishte shpëtuar sovranitetin e vendit të tij? Në dimrin e vitit 1934, Mussolini mori një vendim që do të ndryshonte përgjithmonë fatin e Shqipërisë. Në një takim të kabinetit fashist më 10 janar, ai deklaroi se faza e kolonizimit të butë ka përfunduar, tani është koha për hapa më konkret. Ai urdhëroi që të përgatitej një plan i detajuar për rritjen masive të pranisë ushtarake italiane në Shqipëri. Objektivi ishte që brenda 5 vitesh, Shqipëria të ishte plotësisht e integruar në sistemin ushtarak italian, duke e bërë aneksimin eventual një formalitet të thjeshtë. Por për të realizuar këtë plan, Italia kishte nevojë për bashkëpunimin e plotë të zogut. Dhe për ta siguruar këtë bashkëpunim, ata ishin të gatshëm të përdornin çdo mjet të nevojshëm. Në shkurt të atij viti, zogu mori një ftesë për të vizituar Romën. Zyrtarisht, kjo ishte një vizitë shtetërore miqësore për të forcuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Por në realitet ishte një thirrje për të marrë udhëzime të reja nga zotëritë e tij italian. Zogu e kuptoi këtë, por nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të pranonte. Ai mbërriti në Rom më 15 shkurt, i shoqëruar nga një delegacion i vogël zyrtarësh shqiptar. Pritja ishte madhështore, me ceremoni ushtarake dhe banket të mëdha. Por pas fasadës së miqësisë, po zhvilloheshin negociata të ashpra. Në takimin e parë privat midis zogut dhe Mussolinit, i cili zgjati 3 orë, duçeja ishte i drejtë për drejtë. Ai i tha zogut se Italia kishte investuar shumë në Shqipëri dhe tani priste rezultate konkrete. Ai kërkoi që Shqipëria të lejonte vendosjen e një baze detare italiane në Vlorë, që do të strehonte deri në 5.000 trupa. Ai gjithashtu kërkoi që oficerë italian të emëroheshin në pozicione komandimi në ushtrinë shqiptare, jo vetëm si këshilltar. Dhe më e rëndësishmja, ai kërkoi që Shqipëria të nënshkruante një pakt mbrojtjeje që praktikisht do ta bënte atë një protektorat ushtarak italian. Zogu u përpoq të negocionte, të kërkonte kushte më të buta, të fitonte kohë. Por Mussolini ishte i paepshëm. Ai i kujtoi zogut se Italia kishte fuqinë të rrëzonte regjimin e tij brenda një jave nëse dëshironte. Ai gjithashtu i kujtoi se borxhi shqiptar ishte bërë aq i madh saqë nuk kishte asnjë mënyrë reale për ta paguar pa mbështetjen e vazhdueshme italiane. Dhe më e rëndësishmja, ai tha se nëse zogu nuk bashkëpunonte, Italia do të gjente dikë tjetër që do të ishte më i gatshëm të pranonte kushtet e saj. Kjo ishte një kërcënim i hapur për jetën politike dhe ndoshta edhe fizike të zogut. Pas 5 ditësh negociatash të rënda, zogu u dorëzua. Më 20 shkurt 1934, ai nënshkroi një seri dokumentesh që në praktik i jepnin Italisë kontroll të plot ushtarak mbi Shqipërinë. Pakti i mbrojtjes përcaktonte se çdo kërcënim ndaj Shqipërisë do të konsiderohet si kërcënim ndaj Italisë dhe se Italia ka të drejtën dhe detyrën të ndërhyjë ushtarakisht për të mbrojtur interesat e përbashkëta. Një protokoll sekret shtesë detajonte se Italia do të vendoste një bazë detare në Vlorë me 5.000 trupa, një bazë ajrore në Tiranë me 2.000 trupa dhe njësi të vogla ushtarake në të gjitha qytetet kryesore shqiptare. Kur zogu u kthye në Tiranë, ai ishte një njeri i thyrë. Sipas kujtimeve të sekretarit të tij personal, ai kaloi ditë të tëra në dhomën e tij private, duke refuzuar të takonte dikë. Ai pinte shumë dhe flinte pak. Ai e dinte se kishte kaluar një vit të kuqe nga e cila nuk kishte kthim. Ai kishte nënshkruar dokumentin që e shndërronte Shqipërinë në një koloni ushtarake italiane. Historia do ta gjykonte si tradhtarin më të madh të kombit shqiptar. Por çfarë zgjidhje tjetër kishte pasur? A mund të kishte refuzuar dhe të kishte pranuar pasojat? Apo mbijetesa e tij personale ishte bërë më e rëndësishme se sovraniteti i vendit që pretendonte se udhëhiqte? Brenda muajve të ardhshëm, trupat italiane filluan të mbërrinin në numra të mëdhenj.
Në maj të vitit 1934, baza detare në Vlorë ishte plotësisht operacionale, me anije luftarake italiane të ankoruara në port në qershor. Baza ajrore në Tiranë filloi të pranonte avion ushtarak italian. Në shtator, njësi të vogla ushtarake italiane ishin vendosur në Shkodër, Korçë, Gjirokastër dhe qytete të tjera. Shqipëria kishte bërë një bazë ushtarake italiane në zemër të Ballkanit. Dhe gjithçka kishte ndodhur pa asnjë pushim, pa asnjë rezistencë, pa asnjë protestë publike. Populli shqiptar as nuk e dinte plotësisht se çfarë po ndodhte, sepse censura kishte bërë të pamundur çdo diskutim të hapur. Por jo të gjithë ishin të heshtur. Në malet të veriut, ku autoriteti qendror i Zogut kishte qenë gjithmonë i dobët, filluan të dëgjoheshin zëra pa kënaqësie. Disa krerë fisesh refuzuan të pranojnë praninë e trupave të huaja në territorin e tyre. Në disa raste, pati përplasje të vogla midis njësive italiane dhe grupeve lokale të armatosura. Por këto incidente u shtypën shpejt dhe me forcë. Ushtria shqiptare, tani nën komandën efektive të oficerëve italian, u përdor për të imponuar autoritetin qendror në zonat rebele. Ishte një ironi e hidhur, ushtria shqiptare po përdorej për të imponuar okupimin italian të vendit të saj. Ndërkohë, ekonomia shqiptare po fundosej gjithnjë e më thellë në krizë. Pavarësisht nga investimet italiane në infrastrukturë, standardi i jetesës për shqiptarët e zakonshëm po përkeqësoi. Arsyeja ishte e thjeshtë, të gjitha fitimet nga projektet e infrastrukturës po shkonte në xhepat e kompanive italiane dhe në shlyerjen e borxheve. Asgjë nuk mbetej për të përmirësuar jetën e popullit. Papunësia ishte e lartë. Pagat ishin të ulta. Çmimet e ushqimeve po rriten për shkak të taksave të larta. Shumë familje po vuanin nga uria dhe varfëria. Në këtë kontekst, filluan të shfaqen shenja të para të pakënaqësisë popullore. Në disa qytete, grupe të vogla protestuesish dolën në rrugë për të kërkuar punë dhe bukë. Por këto protesta u shtypën menjëherë nga policia, e trajnuar dhe e udhëhequr nga këshilltarë italian. Dhjetëra protestues u arrestuan. Disa u rrahën brutalisht. Mesazhi ishte i qartë, çdo shprehje e pakënaqësisë do të ndëshkohej me ashpërsi. Regjimi i Zogut, i mbështetur nga forca italiane, kishte krijuar një shtet policor ku liria e fjalës dhe e tubimit ishin praktikisht të pavaruara. A ishte ky çmimi që populli shqiptar duhej të paguante për ambicjet personale të Zogut? Dhe sa kohë do të mund të vazhdonte kjo situatë para se të shpërthente në një kryengritje të vërtet popullore? Vazhdimi i skenarëve në arkivat e Bankës Kombëtare të Italisë, të hapura për studiues në vitin 2019. Ekziston një dosje e veçantë me kodin Shqipëri, operacionet financiare speciale. Brenda kësaj dosjeje, hetuesit zbuluan diçka që ndryshon plotësisht mënyrën se si e kuptojmë marrëdhënien midis Zogut dhe Mussolinit. Një seri transferimesh bankare që tregojnë se Zogu nuk ishte thjesht një politikan i detyruar të pranonte kushte të këqija, por një bashkëpunëtor aktiv që po përfitonte personalisht nga shitja e vendit të tij. Këto transferime, të kryera midis viteve 1935 dhe 1938, arrinin në shuma që të i kalonin 10 milion lira ar, të depozituara në llogari private në Zvicër, Austri dhe Francë. Por çfarë po blinte Italia me këto para? Dhe çfarë po shiste Zogu që vlente aq shumë për Mussolinin? Në pranverën e vitit 1935, Italia propozoi një projekt të ri që do të ishte hapi më i guximshëm deri atëherë në kolonizimin e Shqipërisë. Ata dëshironin të krijonin një zonë ekonomike të veçantë italiane në jug të Shqipërisë që do të përfshinte qytetet e Vlorës, Sarandës dhe Gjirokastrës. Në këtë zonë, ligjet shqiptare praktikisht nuk do të aplikoheshin. Kompanitë italiane do të kishin liri të plot për të operuar pa asnjë rregullim lokal. Tatimet do të shkonte drejt për drejt në thesarin italian. Dhe më shqetësuese, banorët italian të kësaj zone do të kishin të drejta të veçanta që nuk do t'i kishin shqiptarët e zakonshëm. Ishte një propozim që në thelb krijonte një koloni formale brenda territorit shqiptar. Kur ky propozim ju paraqit Zogut, reagimi i tij fillestar ishte refuzim kategorik. Ai e kuptoi se pranimi i një propozimi të tillë do të ishte një shkelje e hapur e sovranitetit kombëtar që as censura më e rrept nuk do të mund ta fshite. Madje edhe mbështetësit më besnik të tij në qeveri do të mund të ktheheshin kundër tij. Por italianët kishin përgatitur argumentet e tyre me kujdes. Jacomoni i paraqiti Zogut një dosje të trashë që përmbante prova për një komplot të supozuar nga Jugoslavia për të pushtuar Shqipërinë.
Sipas këtyre dokumenteve, Beogradi po planifikonte një operacion ushtarak që do të fillonte brenda 6 muajve. Zogu e dinte se këto prova me shumë mundësi ishin të fabrikuara nga vetë shërbimet sekrete italiane. Por ai gjithashtu e dinte se Jugoslavia kishte ambicie reale në Shqipëri dhe se një kërcënim i tillë nuk ishte plotësisht i pabazuar. Jacomoni e shfrytëzoi këtë dyshim për të shtyrë argumentin e tij, vetëm një pranim i fortë ushtarak italian në jug të Shqipërisë mund të parandalonte një pushtim jugoslav. Zona ekonomike e veçantë do të ishte baza nga e cila Italia do të mund të mbronte Shqipërinë nga kërcënimet e jashtme. Ishte një argument i sofistikuar që përziente frikën reale me interesat imperialiste. Pas javësh negociatash të rënda, Zogu ra dakord me një version të modifikuar të propozimit. Zona ekonomike e veçantë u krijua, por me disa kufizime formale që ishin më shumë kozmetike se sa substanciale. Në praktik, Italia mori atë që dëshironte, kontroll të plot mbi një pjesë të konsiderueshme të territorit shqiptar. Dhe në këmbim, Zogu mori një pagesë personale prej 2.500.000 lirash të transferuara në një llogari në Gjenevë. Kjo pagesë nuk u regjistrua kur në asnjë dokument zyrtar shqiptar. Ishte një transakcion i fshehtë midis dy njerëzve që po ndanin një vend si një tord. Brenda muajve të ardhshëm, filloi një proces i shpejt i kolonizimit italian të zonës së re. Qindra familje italiane u transferuan në Vlorë dhe Sarandë, duke marrë toka dhe prona që u konfiskuan nga pronarët shqiptar me kompensime minimale. U ndërtuan lagje të reja me arkitekturë italiane, shkolla italiane, kisha katolike dhe institucione që shërbenin ekskluzivisht për komunitetin italian. Në pak vite, këto qytete filluan të duken më shumë si qytete italiane se sa shqiptare. Gjuha italiane u bë dominuese në tregtinë lokale. Shqiptarët që nuk flisnin italisht gjenin vështirësi për të gjetur punë ose për të bërë biznes. Por ndikimi më i thellë ishte psikologjik. Për herë të parë, shqiptarët po shihnin me sytë e tyre se çfarë do të thotë të jesh një popull i kolonizuar në vendin tënd. Ata po shihnin të huajt duke jetuar më mirë se ata, duke pasur më shumë të drejta se ata, duke kontrolluar ekonominë dhe politikën lokale. Kjo krijoi një ndjenjë të thellë poshtërimi dhe zemërimi që filloi të përhapet në të gjithë vendin. Por çdo përpjekje për të shprehur këtë zemërim ndeshej me represion të menjëhershëm. Policia, tani plotësisht nën kontroll italian, arrestonte kushdo që guxonte të fliste kundër pranisë italiane. Në këtë periudhë, një figurë e re shfaqet në skenën politike shqiptare, Mustafa Kruja, një intelektual i ri që kishte studiuar në Itali dhe kishte lidhje të forta me qarqet fashiste. Zogu e emëroi Krujen si ministër të brendshëm, një pozicion kyç që kontrollonte policinë dhe shërbimet sekrete. Emërimi i Krujës ishte një sinjal i qartë se Zogu po zgjidhte të bashkëpunonte plotësisht me italianët, duke vendosur në pozicione kyçe njerëz që ishin hapur pro-italian. Kruja filloi menjëherë të zbatonte politika që forconin kontrollin italian. Ai krijoi një polici sekrete të re, të trajnuar nga ekspert italian, që kishte si detyrë kryesore identifikimin dhe neutralizimin e elementeve anti-italian. Brenda 6 muajve, kjo polici sekrete arrestoi mbi 300 persona që ishin identifikuar si të rrezikshëm për interesat e përbashkëta shqiptaro-italiane. Midis të arrestuarve ishin mësues, gazetar, student dhe madje edhe disa oficer të ulët ushtarak. Shumica u dënuan me burgim të gjatë pa proces të rregull. Disa thjesht zhdukën dhe familjet e tyre kur nuk mësuan se çfarë u ndodhi atyre. Ishte fillimi i një terrori shtetëror që kishte si qëllim shkatërimin e çdo zëri kritik ndaj regjimit të Zogut dhe ndaj okupimit italian. Por edhe brenda qeverisë së Zogut, kishte figura që po bëheshin gjithnjë më të shqetësuara. Një nga këta ishte Ekrem Libohova, një diplomat i vjetër që kishte shërbyer në disa ambasada evropiane. Libohova shkroi një memorandum të brendshëm drejtuar Zogut, ku paralajmëronte se politikat aktuale po çonin Shqipërinë drejt një katastrofe. Ai argumentoi se varësia totale nga Italia po krijonte një situatë ku Shqipëria do të humbas çdo shans për të mbijetuar si një komb i pavarur. Ai propozoi që Shqipëria të kërkonte një balancim midis fuqive të mëdha, duke u afruar me Britaninë dhe Francën për të kundërbalancuar ndikimin italian. Zogu e lexoi memorandumin, por nuk mori asnjë veprim. Në vend të kësaj, ai e thiri Libohovën në një takim privat dhe i shpjegoi se realiteti gjeopolitik nuk na jep zgjidhje të tjera.
Ai argumentoi se Britania dhe Franca nuk kishin interes real për Shqipërinë dhe se çdo përpjekje për t'u afruar me ta do të provokonte një reagim të menjëhershëm dhe të ashpër nga Italia. Ai gjithashtu i kujtoi Libohovës se regjimi i tij mbijetonte vetëm falë mbështetjes italiane dhe se çdo ndryshim radikal i politikës së jashtme do të rrezikonte stabilitetin e vendit. Libohova u largua nga takimi i zhgënjur dhe i dëshpëruar. Ai dha dorëheqjen nga pozicioni i tij dhe u largua në ekzil vullnetar në Francë. A kishte të drejtë Zogu kur thoshte se nuk kishte alternativa? Apo ai thjesht po justifikonte zgjedhjet e tij që e kishin bërë rob të Italisë? Viti 1936 solli një zhvillim të ri që e thelloi edhe më tej integrimin e Shqipërisë në sistemin fashist italian. Mussolini, i inkurajuar nga sukseset e tij në kolonizimin ekonomik dhe ushtarak të Shqipërisë, vendosi që ishte koha për një hap më ambicios, integrimin kulturor. Ai urdhëroi krijimin e një instituti për bashkëpunimin kulturor italo-shqiptar, një organizatë që do të kishte si qëllim shndërrimin e sistemit arsimor shqiptar në një kopje të sistemit italian. Ky institut do të kontrollonte kurrikulat shkollore, do të trajnonte mësuesit, do të shkruante librat shkollore dhe do të vendoste standardet për arsimin në të gjitha nivelet. Ishte një përpjekje sistematike për të riedukuar brezin e ri shqiptar në frymën e fashizmit italian. Zogu fillimisht u tregua i rezervuar ndaj këtij propozimi. Ai e kuptoi se kontrolli mbi arsimin ishte një nga mjetet më të fuqishme për të formuar identitetin kombëtar. Duke ja dorëzuar këtë kontroll italianëve, ai po rrezikonte që brezi i ardhshëm i shqiptarëve të rritet duke u ndier më shumë italian se sa shqiptar. Por italianët ishin të përgatitur me argumentet e tyre. Ata i treguan Zogut statistika shqetësuese. Shkalla e analfabetizmit në Shqipëri ishte mbi 70%, një nga më të lartat në Evropë. Sistemi